gjithë juve. Atëherë do vazhdojmë. Arsimore për bashkëpunimin, mësuesve dhe nxënësve për angazhimin do të keni të fortë për Zoti Krishni Kaldari. Kam gati 20 vjetë që punoj në sektorin e frutaperimeve, edhe vitet e fundit me zgjerimin e kapaciteteve të prodhimit dhe me përmirësimin e cilësisë, eksportojmë në vendet e rajonit, sikurse edhe në tregun vendas. Prodhimet tona janë shumë të mira, jo vetëm që janë natyrshëm të mira, po duke këto prodhohen dhe duke zbatuar dhe protokollin e spërkatjeve. Kozarian Fest është një fest të cilën tashmë Bashkia Kuçove organizon për herë të tretë, duke synuar që ta kthejmë në një traditë. Qëllimi kryesor është që të promovohen të gjitha produktet që kjo zonë prodhon, por gjithashtu të dalë në pa dhe vlerat kulturore, trashëgimia kulturore e kësaj zone. A është traditë këtë kohës, kjo sa vite ka të fest që zhvillohet këtu në Kozare? Tashmë është viti i tretë që ne organizojmë, duke ndryshuar shpesh edhe vendodhjen. Qëllimi është që të japim një frymarrje tjetër dhe biznesit që zhvillohet në njësinë administrative Kozare. Po kështu pse jo, dhe nëpërmjet publicitetit ne kërkojmë t'i bëjmë të njohim përtej kufive të kësaj njësie për produktet që ata prodhojnë, eksportojnë brenda dhe jashtë vendit.